Shitësit e tezgave të tregut të grave në Tetov dje kanë pranuar një letër nga ana e myftisë së Tetovës se tregun duhet ta lirojnë brenda një jave. Shitësit thonë se aty janë duke shitur për 30 vjet dhe për ta është e papranueshme që ta lëshojnë tregun për një javë, ndërsa thonë se kanë investuar në mallin që e shesin dhe i njëjti do t'ju mbetet. Sipas shitësve, ata mbajnë familjen me këta tezga dhe kërkojnë kohë nga myftinia që të gjejnë një zgjidhje tjetër ose t'ju caktohet në një vend tjetër për të shitur. Kërkojmë pi Bashkisë Fesë Islame urgjentisht në kajnar si ndarësëm, dje në kanë prunë që këtë letër, nesrit minjar javën gjivin të lirojmë tregun e grave. A unë ati jam të punu familje mbaj që 30 vjetë. Më pak kom bo pages 18.000 euro veç une. Kom pagujt 50 euro mujore, 4 ditë kom punu aty, edhe dhe. Unë pajtojmë se është e Bashkisë Fesë Islame. Ama shteti si shtet që është, tep një ofertë, 2 muj, 3 muj, edhe të më gjeni vend tjetër ku të shkoj të punuj. Unë mbaj familje. A jo, sot për sot ti nesër dalesh. Nuk dim dhe një qytet dhe një vend botës ku s'ka pazar. Dhe me automatizëm shumica e personave në të pazar kanë investu pare në mall. Kanë letër ose të ishim tesha, materiale, edhe sot t'i vish për javën tjetër do të mshelish, është absurde. Nëse në shumicën e objekteve që i kemi në shtëpiat aty janë gjitha me dyqane. Ato punojnë sa do ku do pak. Edhe tash me një kohë vjen dikush e thot tash mbyllet kjo. Çfarë do bëhet me strukturën e atij në shtëpia? Kush di paguaj? Kush intereson do kujt? E treta, Bashkia Islame, bashkësia e shoqërisë. Ne paguajmë taksa për ato. Nuk është të shenë objekt apo firmë një individit. Dhe njëherë do të mirët parasysh edhe interesi i shoqërisë. Ku është të shenë objekti i ndërtuar, apo parcela ku është. Dhe vetët interesi për shembull aty në qytetarëve që janë në atë. Nuk mund dhe vetëm sot ne na kujtohet edhe e ndryshojmë çka të vend. Çfarë do thënë qerët për atë vend? Çdo qytet ka treg grash. I vetmi qytet dihet se Tetova. Ato shtëpiat shkojnë në rreth dyqanit të rreth pazarit, ato për shkak të pazarit punojnë edhe dyqanet. Këto faktikisht me një plumë vrasin 2 vete. Myftiu i myftinisë së Tetovës, Selver Xhemaili, pas takimit me shitësit, tha se shitësit do të kenë kohë që deri në muajin gusht të shfrytëzojnë kioskat të cilat i përdorin, ndërsa pjesa tjetër do të largohet. Sot në bashkëbisedim me pronarët e tezgave, morëm vesh që për një afat kohor derisa të bëjnë shitjen e mallit që kanë, do të thonë deri në fund të 8 muaj, ata të cilët kanë tezga funksionale do të funksionojnë, do të shfrytëzojnë, ndërsa pjesën tjetër të tezgave të cilët janë jashtë funksionit, mendojmë t'i largojmë për aty që të lirohet vendi për një veprimtari tjetër, parking apo diçka tjetër, varësisht prej nevojës që e kërkon vendi edhe koha. Çdo të enjte në Tetov është ditë tregu, në tregun e grave në Tetov vijnë shitës nga e gjithë Maqedonia, ndërsa përpos tregut që është i njohur në Tetov si tregu i grave, shitësit shesin edhe në rrugë që jo rrallëherë është hapur edhe debati nëse shitja në rrugë është e lejuar apo jo.